Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua sot të nis këtë ditë për të folur mbi të bukurën, mbi dashurinë, mbi emocionin, mbi romanticitetin, edhe sinqerisht kur flas për dashurinë dhe kur flas për çifte që dashurojnë, për çifte që e jetojnë dashurinë, për çifte që gëzojnë dashurinë, do të them që jam njeriu më i lumtur në botë që komentoj histori dhe storje dashurie kaq të bukura të tilla. Do të flas për një marrëdhënie që shumica, le ta them e publikut, ishte skeptike. A ekziston një ndjenjë dashurie mbi Brikenën dhe Mateon apo nuk ekziston një ndjenjë dashurie? Do të thënë ka patur pikpyetje të mëdha rreth këtij raporti. Mateo dhe Brikena po na e faktojnë që janë të dashuruar jashtëzakonisht e njëri tjetri, që e jetojnë momentin me njëri tjetrin dhe e duan, e admirojnë njëri tjetrin. Do me thënë, e shijojnë dashurinë, e shijojnë emocionin, e shijojnë pasionin, e jetojnë momentin. Dyshja së fundmi është komentuar shumë për lëvizjet e tyre. Gjatë komentimit që po bëj unë edhe gjatë komentimit që do të bëj në vazhdim, do të më shoqëron kjo fotografi e bukur që e shikoni anash meje. Mateo dhe Brikena që të dy në shënjestër të emocionit, në shënjestër të pasionit, në shënjestër të dashurisë, po e shijojnë momentin. Prej disa ditësh, çifti ndodhet në Kosovë. Do me thënë, Mateo është pothuajse gjithmonë afër Brikenës, nuk e lër të vetë me Brikenën, tani kur nuk kanë asnjë lloj, do me thënë, përkushtimi në projektet e tyre, në punën e tyre, nuk kanë asnjë lloj pune, le ta themi, janë pothuajse 24/7 që të dy bashkë. Mateo dhe Brikena po shijojnë momentin, po argëtohen gjatë gjithë kohës në lëvizje që po bëjnë dhe kanë përzgjedhur destinacione të veçanta, por kuptim plota në Kosovë. Do me thënë po shijojnë ushqimin, po shijojnë relaksin, po shijojnë momentin në vende fantastike. Në njërën fotografi që do ta hedh tani, do me thënë ju shikoni Mateon dhe Brikenën duke shijuar mëngjesin brënda pishinës në Ferizaj, do me thënë një mëngjes luksos nga të mëngjese që ne kemi parë në rrjetet sociale. Kjo tregon që vërtet çifti po e shijon atë pozitivitetin, atë kënaqësinë që po i fal, do me thënë, kjo lëvizje, kjo shëtitje, dhe po e jetojnë atë, do me thënë, bëhet ajo ndërthurja midis natyrës së bukur, midis pamjes fantastike, midis emocionit fantastik dhe asaj ndjenjës shpirtërore që Mateo dhe Brikena, do me thënë, e kanë. Bëhet kjo ndërthurja e bukur dhe shijohet në fakt ky emocioni fantastik dhe kjo ndjesia që e kanë mes njëri tjetrit që unë e duar trokas dhe do me thënë dhe e ndjej që është gjëja më e bukur. Prandaj dhe dua Mateon dhe Brikenën, sepse Mateo dhe Brikena në të gjitha dimensionet e tyre din ta shprehin atë ndjesin, din ta shprehin atë dashurinë që e kanë për brenda vetes. Prej në Ferizaj, çifti ka përzgjedhur që të shkon në restorantin e ushqimeve të peshkut, restorantin e dashurisë, ku në fakt janë brenda një akuariumi. Ky restoranti ndodhet në Prishtinë dhe kanë shijuar pikërisht momente shumë të bukura në atë mes, sepse aty jetohet vërtet emocioni. Do me thënë, e shoh që Mateo dhe Brikena në të gjithë lëvizjet e tyre duan që të lënë shenja kujtimesh. Do me thënë, një çift që bën lëvizje të tilla që kanë dhe mundësinë, se po të mos kesh mundësinë, nuk e bën këtë lëvizje, patjetër i bëjnë këto lëvizje për të lënë
shenja kujtimesh për ta jetuar atë ndjesinë e bukur, për ta jetuar atë momentin e bukur. Unë uroj me zemër që gjithmonë kjo histori domethënë Mateos dhe Brikenës t'ju shkon në këtë formë, ta jetojnë momentin e tyre, ta shijojnë momentin e tyre, ta gëzojnë atë dashurinë dhe shpresoj që gjithmonë të jenë kaq të plotësuar shpirtërisht, sepse unë tek dyshja shoh një lumturi të madhe në fytyrën e njëri tjetrit, shoh një dashuri të bukur në fytyrën e njëri tjetrit dhe shoh që vërtet e jetojnë momentin. Domethënë janë larg çdo gjëje që ndodh në botë, janë larg çdo realiteti, janë larg çdo të vërtete, mundohen që ta jetojnë dhe shijojnë ndjenjën të cilën e kanë ndërtuar me shumë përkushtim. Domethënë, këtu ka një dashuri të sinqertë dhe unë prandaj e duar trokas, sepse është vërtet dashuri e vërtet. Dyshja ka vendosur që këtë periudhë, domethënë, që po bëhen pothuajse një javë e gjysmë, ta kalojnë në Kosovë. Mateo qëndron pranë Brikenës, edhe pse Brikena ne dim shumë bukur që është vetëm në Kosovë, nuk e ka familjen, domethënë familjen e ka në Itali, por përkushtimi dhe dashuria e Mateos që ka kundërdrejt Brikenës është e pashmangshme dhe ai mundohet gjithmonë që të jetë pranë gjysmës më të madhe që e ka në shpirt, domethënë pranë njeriu që e don, e admiron dhe e ka në zemër. Planet për të ardhmen me patjetër që në këto tryeza të bukura të dashurisë, një dashuri gjithmonë bën plane për të ardhmen, gjithmonë flet për të ardhmen, gjithmonë komenton të ardhmen, nuk ka çift i dashuruar që ulet në një tryezë dhe përpos fjalëve, emocioneve, ndjesive, të mos të flet për të ardhmen, të mos të flet për ndjesinë, për pasionin, për dashurinë, domethënë është një zinxhir i bukur i emocioni që në fakt e bën situatën edhe më fantastike. Unë uroj vetëm të kenë ditë të bukura në jetë, uroj vetëm të kenë dashurinë, uroj vetëm të kenë respektin për njëri tjetrin, sepse kjo është më e arta që mund të ekziston, dhe në anën tjetër të shijojnë momente, të gëzojnë momente dhe të jetojnë të lumtur siç po jetojnë tani. Unë ju përshëndes të gjithëve, uroj që të kaloni sot një ditë të bukur me familjen tuaj, një ditë me plot energji, një ditë me shumë dashuri dhe një ditë me shumë emocion. Dhe shpresoj që të mirat e begatshme të ditës të Zotit, të lutjeve që ne bëjmë, të jenë pranë familjeve tuaja. Zoti ju bekoft edhe një herë të gjithëve dhe ju lutem abononi në këtë kanal, jepni komente poshtë videove të mia, jepni mendimet tuaja dhe tregoni se çfarë ndodh në mendimet tuaja për këtë çift. Si e shihoni ju këtë çift, si e prisni ju këtë çift dhe çfarë mendoni për këtë çift. Domethënë komentet lërni poshtë videos.